Zhurma e qetë e repartit të spitalit në orën 3 të mëngjesit është një tingull i njohur për çdo infermiere. Pikërisht në këto momente, larg në shitimit të ditës, shpesh vendoset pesha e vërtet e profesionit tonë. Një pacient fle më në fund i çliruar nga dhimbja, fal një ilaçi që i keni dhënë orë më parë. Presioni i gjakut i një pacienti tjetër, i rrezikshëm i lartë, tani është i qëndrueshëm, fal një infuzion intravenoz të titruar me kujdes që ju po monitoroni. Këto fitore të vogla janë themeli i kujdesit infermieror. Ato varen tërësisht nga administrimi i sigurt dhe i saktë i ilaçeve. Çdo shishe, çdo tablet, çdo shiringë mbart potencialin për shërim. Rregulli i parë dhe më thelbësor i sigurisë së ilaçeve është të njohësh ilaçin dhe arsyen e administrimit të tij. Para se të mendosh të përgatisësh një dozë, duhet të kesh një kuptim të qartë të substancës që do të trajtosh. Lekso me kujdes emrin e ilaçit. Shumë ilaçe kanë emra që ngjajnë dhe mund të ngatërohen. Më pas, identifiko dozën e përshkruar dhe konfirmo arsyen për pacientin specifik. Nëse hasni një ilaç të panjohur, ndaloni dhe konsultohuni me një udhëzues ose farmacist klinik. Mos vazhdoni kur me një veprim që nuk e kuptoni plotësisht. Për shembull, shihni një urdhër për metoprolol. A është metoprolol tartrat apo metoprolol suksinat? Njëri është me çlirim të menjëhershëm, tjetri me çlirim të zgjatur. Apo jepet për hipertension kronik apo për kontroll akut të një rrahje të shpejtë, si fibrilacioni atrial. Arshjeja e administrimit udhëzon vlerësimet dhe monitorimin tuaj pasues. Njohja e klasës paralajmëron për efekte si bradikardia ose hipotensioni. Në thelbin e administrimit të sigurt qëndron mantra: 5 të drejtat. Kjo listë kontrolli duhet të bëhet ritual automatik, pa përjashtim. 5 të drejtat janë: pacienti i duhur, ilaçi i duhur, doza e duhur, rruga e duhur, koha e duhur. Përdorni 2 identifikues, kontrolloni shiritin dhe kërkojini të thonë emrin dhe datën e lindjes. Krahasoni me marr, njëherë kur merrni, njëherë gjatë përgatitjes dhe njëherë në shtrat. Skanoni shiritin e pacientit dhe shishen e insulinës për llojin dhe për qëndrimin e saktë. Kontrolloni kohën e duhur dhe dozën e fundit për të ruajtur intervallet terapeutike. Konfirmoni rrugën. Një urdhër oral ndryshon thelbësisht nga një urdhër V. Teknologjia BCME ju mbështet, por nuk zëvendëson gjykimin tuaj. Duke i bërë 5 të drejtat zakon, krijoni një rrjet sigurie të besueshëm. Një praktikant i sigurt merr parasysh rrugët dhe formate administrimit. Aspirina me veshje enterike shpërbehet në zorë, thyerja e saj shkatëron mbrojtjen. Formullat me çlirim të zgjatur nuk duhen thyer, rrezik mbi doze. Një pilull, një shiringë, një pikatore, një tub me krem, secila ka rregulla. Pyesni për alergjit dhe rishikoni ndërveprimet para administrimit. Qetësuesi mbi opioid mund të shtyp frymëmarrjen. Vëzgoni për efekte anësore, skuqje, të përzjera, marramendje, rënije e papritur e presionit. Mësoni një pikë kyçe me gjuhë të thjeshtë dhe përdorni teachback për të konfirmuar kuptimin. Sheni, kjo është një pilullë ujë. Thirrni për ndihmë para se të ngriheni. Pas administrimit të sigurt, dokumentoni menjëherë dhe me saktësi në kartelën e pacientit. Përfshini emrin e ilaçit, dozën e dhënë, rrugën dhe kohën e saktë. Ky regjistër është ligjor dhe thelbësor për komunikimin e ekip. Për PRN, dokumentoni efektivitetin. A u dhimbja, a u qetësua pacienti. Nëse ndodh një gabim, raportoni menjëherë. Raportimi nuk ka të bëjë me fajësimin, por me mbrojtjen dhe të mësuarin. Përdorni një listë kontrolli pranë shtratit si ndalesë e fundit njohëse. Konfirmoni 2 identifikues. Leksoni marr dhe bëni 3 kontrolle. Verifikoni dozën, rrugën, kohën dhe dozën e fundit. Pyesni për alergjit. Mësoni një pikë kyçe. Dokumentoni. Kjo është një praktikë ciklike që rinovohet me çdo ndërveprim. Siguria fillon dhe përfundon me ju.